Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju një lajm që në fakt kjo videoja është bërë shumë virale në rrjetin social TikTok. Gjesti ditën e djeshme gjatë kohës kur po gatuan të drekën, po i thot me kungja ca fjalë Gertës që ka ca zëra këtu nën tokë, do me thënë nën tokë, në kuptohet produksioni, që ti po të mëson, ti po të jep informacione, ti po të tregon lojën, ti po të jep support. Gerta i thot cilat zëra janë nën tokë. Ai nuk ja thot fikse produksioni, Gjesti, po i thot janë ca zona thot nën tokë tu, që thot ti po të dali në ëndër, po i dëgjon në ëndër ato zërat. Dhe Gerta shtangon në një moment, duke e parë Gjestin dhe nuk po buzëqesh, edhe pse Gjesti duke ja thënë këto fjalët vazhdonte të buzëqeshën, do me thënë shprehte lirshëm dyshimin e tij që produksioni po e suporton Gertën dhe po i ndihmon shumë, sepse Gerta e ka ditur që Gjesti në këtë javë, do me thënë në këtë prajmin që kaloi, nuk do ta ketë ai kutinë e Pandorës, por do ta ketë ajo. Do me thënë, nga ajo që unë e kuptova si bisedë që po bëhej, sipas Gjestit, Gerta ka patur një lloj informacioni nga ana e produksionit që të përgatitet se do të ketë një kuti të Pandorës. Unë jam munduar një herë kam përmbledhur në një tekst të gjithën këtë gjën për ta komentuar dhe besoj që nuk do të ishte e drejtë tani që produksioni të suportonte apo të ndihmonte në fakt disa banor në lojë dhe disa të tjerë mos t'i ndihmonte fare. Nga që kjo lojë është një reality show që quhet Izolim në fakt, janë të izoluar këta banor, duke mos patur asnjë lloj informacioni nga jashtë dhe në qoftë se produksioni e bën këtë lloj padrejtësie në shtëpi, atëherë ato po thyejnë në rregullat e veta. Në një moment të tensionuar në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, dyshimet për një lojë të orkestruar nga Gerta kanë filluar të marrin përmasa të reja. Gjatë një diskutimi mes Gertës edhe Gjestit, ky i fundit e ka akuzuar atë për një veprim të papritur dhe të pasigurt. Ti nuk je kaq e mençur, kush të mëson apo të vinë në ëndër këto zërat nga nën toka, ja tha, që nën toka nën kupton produksioni. Ishte komenti i Gjestit, i cili ka ngritur dyshime për ndikimin e mundshëm të jashtëm në veprimet e Gertës. Komenti i tij nuk kaloi pa pasojë, pasi menjëherë nga produksioni erdhi edhe ndërhyrja e zakonshme për të mbajtur kontroll mbi situatën duke i bërë thirrje Gjestit të ketë kujdes mikrofonin. Ky moment ka thelluar akoma më shumë dyshimet që janë shfaqur për Gertën, duke krijuar një atmosferë të pasigurt rreth qëllimeve dhe sjelljeve të saj në shtëpi. Spekulimet janë përforcuar edhe nga një tjetër ngjarje që ka tërhequr vëmendjen e publikut dhe fansave të emisionit. Gerta kishte mundësinë të nominonte 3 lojtarë të fortë, përfshirë Gjestin, Laertin edhe Rozanën, por ajo ka vendosur të nominojë Amberin, një zgjedhje që ka krijuar dyshime shumë të mëdha për motivet e saj. Në këtë kontekst, reagimi i publikut ka qenë shumë i ashpër. Shumë fansa kanë interpretuar veprimin e Gertës si një lëvizje të mundshme taktike për të ruajtur një imazh të pastër para kamerave dhe për të shmangur përballjen direkte me konkurrentët më të fortë. Mungesa e nominimit të Gjestit ka çuar gjithashtu në spekulime se mund të ketë një aleancë të padukshme mes tyre, që mund të ketë ndikuar në strategjinë e përzgjedhjes. Do me thënë, të ndalojmë deri këtu, që Gerta nuk e nominoi Gjestin dhe nominon Amberin dhe Amberi largohet nga shtëpia dhe kthehet kundër Gjestit në intervistën që dëgjova në Fan Club, në fakt më erdhi e çuditshme, por tjetra është që dyshimet janë që Gjesti dhe Gerta mund të kenë krijuar një lloj aleance në lojë që të nxjerrin banorët e tjerë, një aleancë që ka ndodhur i çik më herët dhe për këtë jeni dëshmitar se e kemi dëgjuar nga që kanë pas bisedu në dhomën e gjumit, por në anën tjetër është që Gjesti dyshon se Gerta
merr informacione nga produksioni për ta suportuar atë në lojë, dhe Gerta me njëherë u komentua shumë se qonë në nominim Amberin që ishte një super banore e dobët krahasuar me Gjestin. Dhe në Gjesti është superlativa, është kryefjala e këtij Big Brotheri. Nuk e qonë kryefjalën, por e qonë një banore që është shumë e dobët, që rihyri në shtëpi dhe s'bëri asnjë gjë. Pas këtyre zhvillimeve, Gerta mori një hap shumë të dyshimt dhe ka nxitur diskutime të mëdha midis publikut dhe fansave të emisionit. A ka qenë Gerta një lojtare manipuluar nga produksioni? A do të dalin të tjera detaje që do ndihmojnë zgjidhjen e misterit rreth këtyre veprimeve të saj? Këto janë pyetje që mbeten pa përgjigje për momentin dhe me siguri do të ndihmojnë në zhvillimin e ngjarjeve të ardhshme në Big Brother. Tensioni i krijuar ka ngritur nivelin e interesit për këtë sezon dhe ka lënë fansat në pritje të zbulimit të mëtejshëm të pasojave të këtij momenti të ndjeshëm. Tani, Gjesti dyshon shumë, për shembull se Gerta është e suportuar nga produksioni, merr informacione nga dhoma e rrëfimit, produksioni e veçon tek banorët. Mua nuk ma merr mendja që produksioni të vriste veten e tij, do me thënë të gjuante plumb drejt vetes në këtë rast, sepse nuk ka pse ta bën këtë gjën. Në fund të ditës Gerta është një banore si të gjithë të tjerët, ndoshta Gerta ka intuitën e saj shumë të zhvilluar edhe di t'i kuptoj gjërat, duke luajtur me një lojë me një strategji shumë interesante, një strategji që nuk e ka dhe të kapshme. Në shumicën e rasteve ne themi që Gerta bën lojën e të tjerëve, do të thënë nuk ka situatat e saj, por Gerta po mbijeton në atë shtëpi. Dhe si po mbijeton në atë shtëpi, ka një strategji shumë interesante që do me thënë herë bën situata më falni me Rozanën, herë bën situata me Danjën, herë bën situata me Gjestin dhe çon në nominim një vajzën që Gerta e kishte në anën e saj. Do të thënë kjo është çuditërisht e çuditshme. Çon në nominim Amberin. E tani dyshimi është i madh këtu, që Gerta mund të jetë një lojtare e produksionit dhe luan me kartën në të cilën vendosën produksioni, dhe në anën tjetër, Gerta mund të jetë një lojtare stratege që dëshiron të gjithë banorët të nxjerrën nga shtëpia me formën e saj. Doja të marr mendimin tuaj për këtë dyshim, të cilin e ka shprehur Gjesti, ndoshta ka të tjerë që nuk e kuptojnë, por të thuash që ka zona nën toke, i bie që nën toka është produksioni. Tani, në qoftë se ne në një shtet jetojmë dhe kemi kryeministrin, kemi dhe presidentin dhe themi nën toka, janë ato që japin urdhra rreth këtyre të dyve. E tashi, aty nuk ka ministër e kryeministër e president, aty kemi një shtëpi me një vllah të madh. Dhe kur themi nën toka, nuk kuptojmë që është produksioni. Dua të marr mendimin tuaj për këtë nën tokën. Si e vlerësoni ju këtë? Mendoni që Gjesti ka arritur të kuptojë diçka dhe mundohet ta thotë me fjalë nën bus për ta goditur Gertën? Apo janë thjesht dyshime dhe Gjesti ndjeti të radhëtuar nga produksioni, apo thjesht le të themi ndjeti përdorur? Ne do të takohemi sërish së bashku, na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV.